e rritet me fitu kupën, pavarësisht një finale e cila deri në fund ke pak a shumë si e zjarë. Si nga ajo që o përgjigje edhe Po finalet padyshim që do të më pas një thriller till, gjithmonë do të më kanë pa parashikueshme deri në momentin e fundit. Loja pa herë ishte nënën tur, herë nënën e PS deri në momentet e fundit nuk u di kush ka me ngrit trofeun fatmirësisht. Në momentet e fundit na kem pak më të koncentruar edhe arritëm me fitu. Është hera e parë që na e fitojmë këtë trofej dhe na ban shumë lumtur. Durim çka e vendosi finalen. Po konsistenca jonë është për me fitu me patjetër me këtë pas trofej. atë hakmarrjen. Po më me thonë direkt na është hakmarrje, më duket na është pak fjalë. Në revansh na është me çut. Në revansh me çut pak më bot, po dëshira ka qenë me fitu na është edhe kupën e federatës. Atë që s'është për neve nuk ndodhe ajo që na ndodhi neve lojën e fundit, domethënë konsistenca jonë pak më e madhe për me fitu i takoi lojën e parë për ne në kupën e federatës PS, kështu që na u mobilizum, nuk u dëshpëron që nuk më të me arrit me fitu kupën e federatës, edhe besoj që kjo ndikoi që na mos më dorëzu deri në fund edhe me arrit me patjetër që të bëhem fitues të